Gjendja me furnizim me barna esenciale ka shënuar një përmirësim të lehtë, pasi disa artikuj kanë filluar të vinë sipas farmacistit Lek Ragomi. Megjithatë, sipas Ragomit, pavarësisht ardhjes së disa medikamenteve, mungesa e tretësirave për infuzione po vazhdon, por gjithnjë me shpresë që shumë shpejt do të stabilizohet. Për momentin ka filluar mu përmirësu, shumica e artikujve kanë filluar me ardhë, çdo probleme që kanë me infuzionet, besoj që shumë shpejt kanë me mu rregullu, në bazë informacioneve që kemi për furnitorëve, dhe besoj që shumë shpejt ka mu rregullu ky problem. Nga ana tjetër, farmacistë të tjerë të cilët nuk dëshirojnë të dalin publikisht kanë konfirmuar për ne se mungesat e barnave esenciale vazhdojnë të jenë shqetësuese, pasi nuk është e sigurt çdo herë se a mund të furnizohen me to. Sipas tyre, përveç tretësirave, ende mungojnë disa medikamente të rëndësishme, duke krijuar vështirësi për pacientët dhe stafin shëndetësor.